është marrë vendim para se më ardhur në qeverisjes të komunës Klinës, por që ne duke pa atë çështje, ai raport që ka themelu kryeministri Kurti ka dhënë rekomandimet e saj, i cili raport është revidu nga institucioni më kredibil që ka Qeveria e Republikës Kosovës, që është Fakulteti i Makinerisë në Universitetin e Prishtinës. Faleminderit zoti Elezaj, a ka sabotazh nga pjesa tjetër që i bie mos ketë vendimarrje në hidrodrin? Kjo punë mos zgjidhet. Kushtrim, zakonisht kur projektet nuk shkojnë mirë, fajsohet qeveria. Kjo nuk është në rregull sipas mendimit tim. Kur shkojnë mirë, lavdohet kryetari. Kryetari në mandatin 8 vjeçar ju ka kujtu, nuk e di është ide e tij apo iniciativë e tij, që tashti të bëj testimin e gypave të ujësillësit në pjesën veriore të Klinës, pikrisht në fshatin ku unë vi. Edhe ashtu, ai ujë nuk është i përdorshëm, që vjen prej Pusit të Jarinës, por jemi në fushat dhe pikrisht me ardhë, me paskona ditë, me pa në fshatin tonë, ku është bo lëshurja e ujtë, ke mendu që mos ka fillu dikun farvërshime, apo dhe me thonë pikrisht në kohën e fushatës bëhen eksperimente, e kjo është pikrisht për të kërku votat e qytetarët, po me një fjali po mbylli. Asgjë gati nuk ka bo me ujin e pijes në komunën e Klinës, duke fillu prej qeverisjes së mahershëm të 3 qeverit. Kur fra problemi nuk është i zgjidhshëm. Asnjë problem nuk është. Jo. Cilat 3? Po, vetëm pak. Arbeni ka qenë pak në qeverisja atëherë, nuk ka qenë deri 2007. Tash po ta kujtoj. Jarina pas 2007 është investuar. Po, bashkuar Arbeni qeveria që kam qenë pjesë edhe vetë, kam qenë pjesë 10 vite, nuk e moj atë. 10 vite kam qenë pjesë e qeverisë, por çështja e ujit të pijes. Cilës qeveri keni qenë pjesë? Kam qenë në vitin 2010-2017.